Të dashurit e mi, Hazreti Ibrahimi alayhi salatu wassalam po lëndohet një ditë tejmase, shpirtërisht. Hazreti Ibrahimi alayhi salam po i thret masën me pranu mesazhin hynor. Fjalën e paqes, dashurisë, humanizmin, fjalën e diturisë, fjalën e punës, fjalën e familjes, fjalën e shoqërisë, fjalën e çdo të mire për këtë botë dhe botës tjetër. Njerëzit po e refuzojnë. Zatën u prek sa do Hazreti Ibrahimi, po edhe ma shumë u prek e u lëndu, kur baba i vetë e refuzoj. Kur baba i vetë nuk e pranoj. U çudit Hazreti Ibrahimi. Dhe për madhështinë e këtij mesazhi, Allahu e ka regjistru këtë ngjarje në kaptinën Maryam në ajetin me numër 45, 46, 47. Kur shkoni te shtëpia me shfletu dhe me lexu pak më gjerësisht. I tha: "Ja abati, inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliyan." O baba jem, unë po frikohna se ty ka më të kap dënimi i Zotit. Ti ti shkumbro pas shejtanit, o bab. Mal, hiq dorë prej tina. Pastaj ai po ja kthen baba: "O djalim, e raghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Ti apo i refuzon zotat e mi o Ibrahim, o djalim? "Lein lam tantahi la arjumannak." Nëse ti nuk jek dorë nga ai besim, unë ty kam të gurzu, kam të gju me gur derisa të mbyti. "Wahjurni maliyan." Urgjentisht i dha urdhër baba. Urgjentisht më mdal prej shtëpisë. Urgjentisht. Subhanallah. Me të nxjerr nga shtëpia qira dhomsi, sa shmarrën se sun ja ke pagu qiran, nxjerr do thot pi shtëpisë. Më të nxjerrën prej shtëpisë kolegu, nuk është problem. Më të nxjerr prej shtëpisë armiku, edhe ma heq do thot nuk është problem. Ama më të nxjerr prej shtëpisë baba, vllau, ka qaran përjetohet. Kogja është një lëndim i madh. E Hazreti Ibrahimi nuk e ka përjetu let këtë përjashtim nga baba që ja boni. Ama mësimi është për mua dhe për ty. Edhe për mbar muslimanët e globit. Tha, qal, "Selamun alejke." Kam u lutë bab që gjithmonë ti mu kon shnosh e mirë. Unë e një njeri që ka një zonk me babën kanë, a i gjdo ditë thët, mos pas ven edhe ku me vërrus babën tem. Mos qiloft edhe hoxha me vërrus me ja falë gjenozën babës tem. Ma mare vla kështu? Hazreti Ibrahimi për thët, "O, në atë ditë ka me lutë Zotin që ti me jetu i qetë, i mirë, pa brenga." Jo vetëm kash, "Sastaghfiru laka rabbi." Kam ju lutë Zotit gjithmonë që ty bab më të falë Zotit. Kam e lutë Zotin gjithmonë që ty bab më të falë Zotit. "Innehu kana bi hafiyan." Allahu dhul gjelal është i dashur edhe i pranon duat. Kam e lutë gjithmonë Zotin Gjeleshanu që ty më të mbrojtën dhe ty më të falën.